Përshëndetje të dashur miq, kudo që jeni duke na ndjekur edhe kësaj të shtunë jemi bashk për të trajtuar një tjetër temë diskutimi. Natyrisht secili kombë, secili shtet ka periudhat dhe historitë e veta. Periudhat historike ndryshojnë varësisht nga koha kur ato janë zhvilluar dhe nga rëndësia dhe impakti që kanë pasur pastaj në shtetësinë e secilit vend. Jemi mbledhur sot për të diskutuar për 80 vjetorin e fitores kundër nazifashizmit. Kryesisht organizata veteranëve të luftës antifashiste nacional-çlirimtare e Kosovës ka organizuar këtë përvjetor në kuadër të Ditës së Evropës. Dhe ne kësaj të shtune do të përpiqemi që të elaborojmë se çfarë u bë në aktivitetet e asaj dite dhe cilat ishin të arriturat e atyre tezave dhe diskutimeve që ndodhen në atë akademi të zhvilluar. E për të diskutuar për të gjitha këto, kam të ftuar dy zonja të ndëruara, emra të njohur, por gjithsesi edhe një zotëri i cili vazhdimisht është aktiv për të promovuar dhe për të treguar sa më shumë që të jetë mundur për luftën antifashiste nacional-çlirimtare të Kosovës. Kam kënaqësinë të prezantoj zonjën Tatjana Perllaku Qerkaxhia, njëherët kryetare e Organizatës së Bashkuar të Lançit. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se ju gjeta, kënaqësi. Vajza një generali të njohur në historinë kombëtare, faleminderit. Faleminderit juve. I shoqëruar nga zoti Gazmend Hoxha, kryetari i Organizatës së Veteranëve të Lançit në Gjakov. Mirë se erdhe zoti Hoxha dhe faleminderit. Mirë se u gjetëm. Gjithashtu një zonjë tjetër e nderuar është sot me ne, zonja Nazmie Duraku, njëherët edhe antare e kryesisë Organizatës së Veteranëve të Lançit në Gjakov, e duke mos përjashtuar kështu edhe një epitet të madh, motra e herojit kombëtar Emin Durakut. Mirë se erdhe. Faleminderit. Jemi mbledhur sot për të shënuar një përvjetor të rëndësishëm të cilin ju si organizatë bët dhe u përpiqët të vini në vëmendje edhe njëherë një luftë ose një periudhë shumë të rëndësishme për historinë kombëtare të vendit. Zonja Perllaku, do t'ishte mirë të na evokoni gjithçka që ndodhi në këtë ditë festive, sepse përvjetoret e festave fituese gjithsesi e kanë rëndësinë e vet. Kjo është një ditë e veçantë me një rëndësi gjithashtu shumë të madhe. Festohet nga të gjitha popujt liridashës të botës, të cilët morën pjesë aktive në luftën antifashiste nacional-çlirimtare, të cilët të dhanë gjakun e bijve më të mirë në lulen e rinisë për këto ditë, për lirinë e trojeve shqiptare, dhe jo vetëm kur them të trojeve të shqiptare, nuk e kanë fjalën vetëm për Shqipërinë, e kanë fjalën për Kosovën, për Maqedoninë, për Malin e Zi, për kudo ku jetonin shqiptarë, sepse në qoftë se populli shqiptar në përgjithësi nuk do të merrte pjesë aktive në luftën antifashiste nacional-çlirimtare, ai nuk do ta kishte më të drejtën për të ekzistuar në trojet e tij etnike. Dhe kjo ishte fitoria më e madhe mbas pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912. Ekzistenca e shqiptarëve në trojet e tyre. Ishin momente shumë të vështira historike, momente kur fuqitë e mëdha, Shtetet e Bashkuara, Anglia dhe Rusia vendosën që ato shtete të cilat do të përkrahnin nazizmin kishin të drejta të plota të çpopulloheshin. Do me thënë popullsia e tyre të përzihej nga trojet etnike. Kjo ndodhi me shpërnguljen e 10.000 gjermanëve nga trojet e tyre, nga Prusia, Krokavia e tjera. Kjo gjithashtu ndodhi me Rumaninë, që ju mor një krahinë e tërë, Moldavia, ju shkëput territorit të saj vetëm se popullsia kishte bashkëpunuar me nazizmin. Shumë premtoi dhe fashizmi dhe nazizmi për ta lejuar Shqipërinë brenda territoreve të saj, por fuqitë e mëdha gjithmonë vendosnin që kjo do të bëhej pas mbarimit të luftës dhe kështu i jepnin krah ideve shoviniste të Çubrulloviçit, i cili kishte si parim me gjithë forcat serbe që kudo që ata të luftonin të realizonin idetë shoviniste për të popularizuar shqiptarët nga trojet e tyre. Kësaj nuk ja arritën, sepse shqiptarët morën pjesë masivisht në luftë.
i fituan këto të drejta me gjakun e tyre. Dhe pavarësisht se pavarësia e plot e Kosovës u arrit në ditët tona dhe për këtë ne i ngrëm lavditën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pa përpjekjet e kahershme për të ekzistuar shqiptarët në trojet e tyre, ndoshta edhe kjo mundësi do ishte e pamundur. Faleminderit. Zoti Hoxha, sa është e rëndësishme që këto data të shënuara të sillen në vëmendje edhe për gjeneratat e reja, siç ndodh domethënë në secilin vit e sidomos kësaj radhe që kishim një vit jubilar. Zonja Erdita, spari ju falenderoj për ftesën në studion e juaj që ta bëjmë këtë intervistë. Unë falenderoj TV Syrin edhe gjithë punonësit e kësaj këtij televizioni, të cilat me përkushtim përcjellin aktivitetin ton. Unë i takoj një gjenerate më të re, për fat nuk jam pjesëmarrës i luftës, por më është ngarkuar një detyrë vërtet me përkushtim, një detyrë shumë e rëndë që gjeneratave të reja t'ju përkujtojmë se secila luftë e popullit shqiptar ka pas një kauzë. Edhe lufta nacionale shqiptare ka pas kauzën e vetë, për arsye se e në vetë titullin e ka primesin lufta nacionale shqiptare, me thotë luftë çlirimtare për çlimin nga robëria, qoftë të nacizmit, për arsye se nacizmi në fillim u morë si çlirimtar, por në sens çdo okupator e ka premesën e vetë si okupator. Ajo garantoi disa të drejta, vërtet shqiptarët u shtiruan nga thundra e shovinizmit serb, mbretënisë të ateshme serbe, por prapë se prapë u gjendën disa djem heroj, largpams, disa intelektual të rima, cilët ju përveshën luftës dhe sakrifikuan besa dhe me gjakun e tyre që ta fitojnë të drejtë të lirin me gjakun e tyre. Fatkeqësisht, kauza e tyre ishte bashkimi me gjitha trojet etnike, Shqipërinë e të tjera, por ja se si që ndodhin ngjarjet gjithmonë për popullin, në fatkeqësinë e popullit shqiptar, nuk u realizuan në tërësi, por se kauza e angazhimit tyre, në të cilat ishte edhe zotnir Erram Parlaku, baba i zonjës, edhe Emin Duraku, figurat të ndryshme, dhe të tjerë dëshmor heroj për të cilën na duhet përkulem dhe për të cilët na nuk duhet harrojmë. Fatkeqësia nganjëherë popullit tonë se në bamendje harrojmë se lufta shërimtare për shërim kombëtar nuk janë vetëm të kohës së tashme, por janë të kamotshme, dem baba dem prej se ekziston. Normalisht që ndodhemi në situatën që me duke i falenderuar angazhimit edhe sakrificës e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe djemve të mbar treve të Kosovës, po edhe mendimin e aleancës, me në fund jemi të lirë, edhe mund veprojmë edhe mblidhemi të bëhem që edhe ne një pjesë të historisë të dëshmojmë gjeneratave të reja të cilat nuk dinë, nështë edhe në lektyrat shkollore të historisë nështë edhe nuk e përpunojnë të anësi që unë mendoj që duhet, se është gabim, duhet të mësohet për figurën edhe të Ramazan Pallakut, edhe generalit të ushtrisë shërimtare, në luftën nacionale shërimtare, por edhe të Emin Durakut, një figurë markante të historisë shqiptare, i cili është heroj si në Shqipëri edhe në Kosovë, edhe të gjithë atyre tjerëve që kanë ra për lirinë e këtij vendit. Prandaj organizata e veteranëve, do thotë Degan e Gjakov, Krysia, por edhe janë në nivel të Kosovës, mundohem që me mundësitë çfarë i kemi, gjithmonë jubilejit të mos janë nënshkalojmë. Kjo është një datë e shënuar, e shënojnë e gjithë Evropa, do thotë lufta e ngadhimit ndaj fashizmit. Prandaj ne duhet jemi krenar sot u angazhuar maksimalisht që me aktivitetin aq sa kem pas mundësi, me një angazhim edhe një organizim tematik mbi luftën, ta shënojmë edhe këtë ditë të Evropës. Faleminderit. Zonja Peja, me që vini nga një familje që keni familjar i cili
ka dhënë kontributin e tij në këtë luftë, natyrisht obligimi edhe pjesëmarrja për të përquar sa më shumë rezultatet e kësaj lufte bie edhe mbi barrën e familjarëve. Si u bën të ndiheni kur kujtohen për vjetore të tilla dhe kontribute të kësaj natyre? Unë, me thonë të vërtetën, e ndjehem shumë krenare. Ku të përmendin, jo vetëm vllavojim, po të gjithë dëshmuar dhe heronjet që kanë dhënë jetën për këtë liri. E që ata, në atë kohë si nuse e zgjodhen lirin dhe plejuen atë më të shtrejten. Natyrisht. Dhe e sidomos në kësi raste, e ndjehem me të vërtet shumë e lumtur që gjindem në mesin e këtyre. E sidomos edhe sot, që u gjinda në mesin e musafirëve që erdhen nga Shqipëria, që u njoftova edhe me vajzën e generalit. Që është diçka e veçantë gjithsesi. Po. Këto ditë, për them që kanë me qenë në histori, do të vazhdojnë dhe do të jenë ata të cilët e plijuan jetën, po këtë liri që ne sot dëgzojmë, ata kanë me qenë gjithmonë të gjallë. Kanë me qenë gjithmonë gjallë në zemrat tona, gjallë edhe prasive tanë. Faleminderit shumë. Zonja Pyrllaku, sa ju dha hapësirë merituar nga historianët, studiuesit e fushës së historisë kjo luftë, sa u fol dhe sa mbeti pjesë e historisë kombëtare me të vërtetat e saj kjo luftë? Kjo luftë ka pasur diskutime si çdo luftë tjetër, por të vërtetat e saj janë dokumentuar brez mbas brezi, janë dokumentuar duke nxjerrë në pa vërtetësitë e saj, që ishte një luftë e lavdishme është e padiskutueshme, sepse bëri që flamuri shqiptar kuqezi të valvitej krahas fitorëve më të mëdhenj të kësaj lufte, krahas SBA-s, krahas Bashkimit Sovjetik, krahas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe aq më tepër kombi shqiptar në analizën e të mëdhenjve, Churchillit, Hillit, ministrave të jashtëm të Anglisë, të Molotovit, të Bashkimit Sovjetik dhe të Rusisë, këto të tre ministra, edhe ai i Anglisë, dhe ai i Shteteve të Bashkuara, edhe ministri i jashtëm rus, theksuan që Shqipëria është për të çmuar veçanërisht sepse e fitoi luftën populli shqiptar në përgjithësi, e fitoi luftën kundër nazifashizmit, jo vetëm me 10.000 të vrarë dhe të plagosur, me gjakun e atyre të rinjve që kishin dalë për të dhënë jetën në lulen e rinisë, por edhe sepse populli shqiptar nuk u ndihmua nga asnjë popull dhe vend tjetër. Divizionet angleze, amerikane, ruse, qoftë në Evropën lindore, qoftë deri në Itali, erdhën divizionet angleze për të çliruar nga nazizmi popullin italian. Populli shqiptar e bëri luftën komplet me forcat e veta, me gjakun e vet, në të gjithë trojet shqiptare. Pati disa të dërguar anglez pranë shtabit të përgjithshëm, por kryesisht lufta partizane vlerësohet për këtë në të gjithë botën shqiptare, e kombit dhe popullit shqiptar. Mban mend ndonjë frazë të cilën generali ta ka përsëritur shumë shpesh për të treguar se sa e rëndësishme dhe sa shumë vizionar kishte kjo luftë? Kjo luftë ishte shumë e rëndësishme, kishte vizionar, kishte njerëz të dhënë me mishe me shpirt pas luftës. Ata nuk erdhën në luftë për grada, për pushtet, për karike. Ata erdhën në luftë në lulen e rinisë të bindur që do japin gjakun për lirinë e Shqipërisë, për lirinë e atë dheut. Dhe sigurisht nostalgjia ishte e veçantë. Sigurisht dhe veçanërisht ishte e veçantë për ata që kishin jetuar dhe luftuar brenda kufive të Shqipërisë kudo, në Kosovë, në Maltëzi, deri në Sanxhake në Bosnjë. Kështu që ata nuk mund të haronin kur çlirimi i Kosovës dhe pavarësia ishte një rilindje e dytë për të gjithë ata. Unë mbaj mend që babai im ishte shumë i moshuar dhe vajti të regjistroj për të ardhur të luftonte për krahas UÇK-s. Sa që njerëzit qeshin, një 80 ca vjeçar vjen të regjistrohet për, dhe ai e kishte shumë seriozisht për të ardhur për të luftuar, për të realizuar një ëndër që akoma përsëri kishte ngel pyetje në mendje Denës. Çlirimi i Kosovës ka qenë dita më e lumtur e jetës së tij.
Baba im ishte nga ata burra që vuajti nga diktatura komuniste, për idetë e tij përparimtare, për dashurinë e tij për lirinë, demokracinë, drejtësinë, që vendi jonë ishte si e gjithë Evropa. Në diktaturë këto nuk u realizuan, por çlirimi i Kosovës realizoi një ëndër aq të madhe të tij, saqë iku nga kjo jetë në paqe dhe shumë i lumtur. Faleminderit. Ky 80 vjetor u shoqërua edhe me aktivitete ku kishte kurora lule mbi varrin e Fadil Hoxhës, pastaj kishte aktivitete në akademi, aty ku lexuan edhe disa kumtesa. Sa ishin të mirëpritura dhe çfarë trajtuan ato kumtesa? Normalisht se aty që i përmendet ekzistojnë, vërtet pak u zgjat, nuk e kemi pas në mend që tjetë një ashtu të akademi, po tjetë një aktivitet tematik, por ja që gati u kthy në një akademi që është shumë e dobishme për organizatat tona, për edhe gjithë qytetarët, edhe mendoj se na e këtë aktivitet do të vazhdojmë, për arsye se kemi nevojë të vazhdojmë. Unë do të ndërlidhsha për që shikuesit të jenë të njoftuar, zonja Tatiana përmendi angazhimin edhe tendencën e komandantit Ramadan Pallakut, po të njëjtën gjë do ta përsërisë për arsye se janë dy figura jashtëzakonshme, edhe të angazhimit të Fadil Hoxhës, i cili në bisedë me ushtarët që kjo thotë djelma ju lumt, i keni rrok armë për shërimin e dheut, sikur të isha më i ri do t'ju bashkangjitesha me gjithë dëshirë, po kam frikë se nuk mund t'ju ndihmoj, por me sugjerimet e tij, për arsye se edhe kur kanë filluar në fillim ka qenë i njëjta kauz, po ja që rrugës nganjëherë disa gjëra nuk realizohen të arsyes se kur që ndodh, prandaj edhe ky aktivitet ka intens që të dëshmoj njerëzve se çdo luftë e popullit ton ka një kauz, ka një konsistencë, ka një vazhdimsi, prandaj populli jon nuk guxon të harron, për arsye se arresa thuhet në histori na kthen historinë prapa. E ne dhash Zoti që të kemi shëndet edhe zona Tatiana, edhe zonja Nazmia dhe të gjithë të tjerë që e din më mirë nga pak historia, rrjedhin nga familjet heronjësh dhe figurash legjendare, që t'ju përcjellin gjeneratave të reja, që edhe ata të mësojnë që kauza për lirinë e popullit, për lirinë e vendit është kauza më e shtrejta. Edhe normalisht plotësohet me atë që tha zona Tatiana, ata kur kanë hinë luftë nuk kanë hinë për pushtet, nuk kanë hinë për grada, kanë hinë për lirinë, për shërimin kombëtar. Prandaj detyra jonë në këto pozita çfarë jemi që herë kur do në çfarë do raste, në çfarë do momente t'ju përcjellim gjeneratave të reja edhe t'ju thojmë njerëzve që populli shqiptar nuk ka hapësirë që të ndahet mes veti. Ajo kërkon bashkim, vetëm i bashkuar mund të futet në Evropë, vetëm i tillë mund të ketë prosperitet. Prandaj ne i takojmë Evropës, duhet të futemi në Evropë, prandaj edhe festojmë ditën e Evropës. Prandaj edhe juve punëtorëve që sot punoni, është ditë feste, por ja që televizionet edhe mediumet duhet punojnë, duhet ju tregojnë njerëzve, të njoftojnë njerëz, e keni një detyrë jashtëzakonshme edhe ju falenderoj që na keni ftuar sot, prandaj kjo është çështja për cilën ne sot jemi të bukur dhe kemi pasur aktivitet. Dona Nazmia, si shkoi aktiviteti? Si nga fillimi kur kishte vendosje kurora lulesh edhe deri në përfundim? Sipas mendimit tim, edhe më por, ju thashë këtë në vjen fort mirë që shkoj për mrekulli. Jashtë më tepër i falenderoj këta, Zotrin Gazmendin e afimin që në marrë me këte, pa kanë lodhje, Megjithatë kanë sjellur që në kemi arrit suksese, më vjen fort mirë. Po, faleminderit. Zonja Perllaku do të kaloja edhe diçka te Organizata Bashkuar e Lançit në Shqipëri. Sa keni mundësi të mbani aktivitete të kësaj natyre, por edhe të tjera të ngjajshme gjatë vitit kalendarik që të sjellin në kujtesë edhe ngjarje tjera, jo vetëm fitoren, por edhe
raporte të cilat është dashur ti njohin gjenerata të reja, se si ka shkuar kjo luftë, sa shumë vështirësi kanë kaluar ata njerëz derisa kemi ardhur në fitore. Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës në Shqipëri ka qëllim kryesor të mbajë gjallë ata që dhanë jetën e tyre për lirinë, figurat e shquara të historisë kombit shqiptar, po jo vetëm këto të luftës antifashiste nacionale, po figurat e shquara të popullit shqiptar në shekuj. Kështu që vazhdimisht ne kryejmë aktivitete të ndryshme që i përkasin sferave të ndryshme të jetës, që janë shqetësim për ato pak veteranë që kanë ngelur gjallë, janë shqetësime të jetës sociale të përditshme dhe njëkohësisht janë shqetësime për brezat e ardhshëm. Shqetësimi kryesor i joni është që brezat e ardhshëm ta njohin historinë e vendit tonë, të njohin traditat. Sa është interesimi të rinjeve për të kyçur për këto organizata në mënyrë që të mësojnë se çfarë vërtet kanë bërë veteranët e historisë sonë kombëtare përgjithsisht. Fatkeqësisht të rinjtë e sotshëm ja bërë arivist dhe pragmatist. Ata duan që gjithçka të harin shumë shpejt. Mirë po, çdo gjë do kohën e vet. Prandaj neve insistojmë që ata së pari të njohin historinë dhe për këtë zhvillojmë takime të ndryshme në shkollat e Shqipërisë me grupe të interesuara të rinjve, se ka shumë të rinj që duan ta njohin historinë e vendit të tyre, janë kurioz për të kaluarën. Jo vetëm ato të shkencave sociale, po në përgjithësi të rinjt, dhe një pjesë e mirë janë dhe të edukuar nga familjet e tyre. Ata e njohin, dashje pa dashje ata e njohin. Dikush ka pasur gjyshin partizan, dikush ka nënën, si puna ime që jemi antare të Organizatës Bashkuar të Veteranëve, si pasardhës veteranësh. Kështu që të gjithë, dikush ka një dëshmor të rënë në luftë, një pjesë tjetër ka edhe shumë të afërt që kanë marrë pjesë në luftën e UÇK-s, dhe të tërë janë të interesuar ta njohin të kaluarën dhe të sotmen e vendit. Kjo është shumë prezente, pavarësisht që kohët kanë ndryshuar, thash që ata janë arivist, pragmatist, shikojnë dhe duan t'i arrijnë të gjitha menjëherë, ka evoluar teknologjia edhe jeta elektronike, por megjithatë në thelb shqiptarët e kanë në gjak patriotizmin, dashurinë për lirinë, dashurinë për atë dheun, dhe këto ne përpiqemi me çdo kusht t'i mbajmë gjallë. Përshtypjet e juaja për qytetarët e Gjakovës kur është fjala për kontributin e kësaj lufte dhe kujtesën e kësaj lufte ndër vite? Për qytetarët e Gjakovës dhe për Gjakovën nuk kam një dobësi të veçantë, sepse gjakovarët në shekuj shquhen si trima, si heronj, si inteligjent, në kuptimin e plot të fjalës, janë ajka e inteligjencës shqiptare. Unë i vlerësoj shumë, sepse unë kam dhe bashkëshortin nga Gjakova, bashkëshorti im është Nip Çarkaxhish në Gjakovë, është dhe nipi profesor Salim Orinës, që bashkë me Hasan Prishtinën kanë hapur shkollat shqipe e para shqipe në të gjithë Gjakovën. Do me thënë, dhe familja e bashkëshortit tim janë një familje patriotësh. Ata, gjyshi i tij është shpërngulur natën për gjithë natën, bashkë me grupin e Shot e Galicës, sepse rinte litar i varë në mes të Gjakovës. Ata kanë ardhur me gomare, kanë kaluar kufirin dhe tërë jetën e kanë pasur kokën këtej. Kanë qenë të dyzuar. Kështu që, çfarë të thuash për Gjakovën? Plus sot kur shikoj ato trima të UÇK-s atje, të cilit pasardhës të atyre veteranëve, do me thënë dëgjonin me interes edhe luftën e paraardhësve të tyre. Ato nëna gjakovare që ndoshta kishin akoma plagët të pashëruara në trup, kishin një admirim të papar, një kënaqësi të veçantë që nuk mund ta shpreh me fjalë. Po. Faleminderit, zoti Hoxha, u mblodhëm vitën e kaluar pikërisht në këtë studie të diskutonin për projektin e Eshnorës. Kaloi një vit dhe prap kemi çfarë të diskutojmë për këtë projekt, ende të pa finalizuar ashtu siç do duhej të ishte dhe siç duan edhe veteranët e luftës antifashiste nacional çlirimtare. Fatkeqësisht është një pyetje që e ka vendin e vet, por ja që na e llogarisim që si vjet në këtë përvjetor ta bëjmë manifestimin atje në memorialin Fadil Hoxha, ku janë erësat edhe të tjerë dëshmorëve dhe heronjve. Janë 16 kufoma me erësat e këtyre dëshmorëve, të cilat i kemi mbledh me shumë mund për arsye se për shkak të një vandalizmi ndoshta pa kontrolluar dhe pa logjikshëm, siç ndodh shpeshherë, por
ne nga njëherë në ndërtimin e shtetit kemi birokracira të pakuptueshme. Nuk du të faqësoj Kuvendi Komunal parasysh se ka qenë iniciativa Kuvendit Komunal në krye me kryetarin Ardian Gjini, por ja që ndodhen gjithmonë pengesa, por në takimin e mramët të cilin ne kemi pas me kryetarin e komunës, në është premtuar që ky memorial më në fund të shtatorit, aty diku ka shtatorit, do të kryet, edhe besoj se duhet kryet, parasysh se janë zotuar mjetet, ka kalu 3 vite, janë të i kalua fatet, edhe ne pak jemi ma të ngutshëm, mezi preshim parasysh se dëshirojmë të kurorëzohet. Është një simbol i luftës, ne jemi marrë vesh, por për fat keq nuk është arritë zotimi i përgjithshëm që ai memorial nuk duhet të shërbej vetëm luftës së nacionale shqiptare, por mund të shërbej edhe luftës së OQK-s, se në luftë përbashkët ata janë bitë tanë, vëllezërit tanë, motrat tana, por besoj se do të arrihet edhe një ujdi, edhe se do ta kemi një memorial në Kodrën e Qabrati legjendare, i cili është simboli i Gjakovës, ka qenë gjatë luftës nacionale shqiptare, ka qenë edhe gjatë luftës së OQK-s, edhe besoj se në fund do të kurorëzohet ai angazhim, do të thotë kritikat nuk duhet të jem i ashpër, parasysh se nuk sjellin dobi, s'do të sjellim kritik për asnjërin anë. Uroj që më në fund me një angazhim pak më të theksuar edhe Kuvendi Komunal edhe të tjerëve të arrihet realizimi i këtij memoriali, edhe mandej vazhdojnë aktivitetet tona. Ne kemi bisedu, ju falenderoj që edhe atëherë keni qenë të interesuar, ne kemi edhe projekte tjera, por për momentin për ne është kryesore, kapitale është ershurja e memorialit, e do të bëjmë një manifestim edhe më të madhështor se sa që kemi bërë sot, ku do të jeni edhe ju të ftuar që me zell na përcjellni. Faleminderit. Si është për ju si familjare? Ju na keni treguar që keni lindur pasi ka vdekur Emin Duraku, heroi Emin Duraku. Mirë po edhe pas kaq vitesh mbahen tryeza, diskutima, akademi, kur emri i tij përmendet si një person kyç në luftën antifashiste. Si e vlerësoni ju këtë? Unë për vërtetë me thonë, e vlerësoj shumë me një kënaqësi të veçantë. Edhe mburrem për një gjatë të tillë. Mu shpesh këtë ma bojnë, ka qenë komunist. I thëmë, a i ka qenë komunist? Mi për ka pas një ideal. E që një dit ta shapë Kosovën e lirë dhe të pavarur. Edhe shpesh kishte pathonë, si pas librit, edhe babaj që më tregon të, Emini ka thonë, ne po luftojmë me Serb, mirë po, ja kam frikën se pas luftës kanë me nangur thik pa shpine, se në gjakun e tyre është intriga dhe tradhtia, edhe ashtu në dul. Unë shpesh ku të ndigjoj lajmet, ku thojnë ata Kosova e sërca Serbia, dhe me thonë të vërtetën, tash edhe mjekët ma kanë ndalu lajme ti zguzon me ndigju se tensioni të më shkojnë shumë lartë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do doja pak të ndalonim edhe tek trajtesat e sotme. Cili është vlerësimi juaj? Të them të drejtën, vlerësimi lë për të dëshiruar. Pati një ligj i cili ju dha diçka familjeve të dëshmorëve, ju njoh familje. U njoh statusi i veteranit të luftës, që përsëri dhe kjo ndikon, po llogaritur me trajtimin që i bëhet veteranëve të luftës antifashiste nacional qëndrimtare në të gjitha vendet e botës, neve jemi shumë larg. Çfarë do duhet të ndryshoni? Ata duhet kush janë ata të cilët do të plasonin një të vërtetë të kësaj periudhe? Po për këtë duhet një vëmendje e madhe nga shteti. Po. Duhet një vëmendje e madhe nga shteti. Duke pasur parasysh që... A nuk ishte historia se kishte hapësirën e mjaftueshme që të kuptoj shteti se për çfarë bëhet fjalë? Po, jo se nuk ka një moskuptim të rëndësisë të jetës dhe veprës së tyre, por ndoshta edhe shteti
nuk i ka vlerësuar sa duhet pensionistin, edhe veteranin, edhe invalidin e luftës. Janë disa sfera të prekura të cilat ka nevojë për më shumë mbështetje, vulnerabile, kërkojnë më shumë përgjegjësi të marra nga shtetarët dhe vendimarrje të fuqishme për t'ju dhënë një ndihmë jetës së tyre, sepse ato quhen asete shoqërore. Ato sot i kemi dhe nesër nuk i kemi. Bëhen përpjekje, po janë, për mendimin tim, janë krejt të pamjaftueshme për t'ju dhënë një ndihmë, për të bërë një jetë dinjitoze këta persona, sidomos ata që kanë marrë pjesë aktive, që janë me gishta të gjallë tash, sepse u bë një bota i vlerëson, i merr me karrocë në për evenimente, i mbajnë në krah. Dhe ndryshojmë ne nga mënyra se si i kemi trajtuar. Dhe këtë pikërisht kërkoj, edhe nëpërmjet televizionit tuaj, ju bëj thirrje partive, shtetarëve, kudo, qeverive, në Kosovë, në Shqipëri, kudo, që t'i kthejnë syt nga këto asete të çmuara, të cilat po i humbasim çdo ditë. Me keqardhje them këtë. Më thënë, kemi shumë të vështirë sot të gjejmë nëpër historitë tona portretet të secilit prej këtyre njerëzve të cilët kanë kontribuar, që do të thotë kemi qaluar pak në këtë fushë. Historiografët përpiqen, punojnë në enciklopeditë e tyre, përpiqen edhe ta rivlerësojnë historinë me të mirat dhe të këqijat e saj në bazë të fakteve dhe dokumenteve, dhe njëkohësisht të vënë në pah edhe figurat e ndritura të kësaj lufte. Nëpër enciklopeditë e reja që po bëhen, po të vëshre, ke kronologji të portreteve dhe të figurave. Por thash, neve kërkojmë më shumë. Neve kërkojmë më shumë. T'ju gjendemi pranë, t'i ndihmojmë, ky është qëllimi jon, që t'ju gjendemi pranë atyre, që të punojmë intensivisht, jo vetëm për ato që janë gjatë, që për ne mund t'i quajmë monumente të rëndësishme të historisë dhe të kulturës, por edhe për pasardhësit e tyre, për të dokumentuar historinë, jetën edhe lavdinë e një epoke, e një kohe që i takon gjithë kombit shqiptar. Një argument i dorës së parë, një përgjigje e dorës së parë, si që thoni ju, edhe janë në numër, sepse ka kaluar kohë dhe kemi shumë vështirë t'i gjejmë. Kjo ndoshta, e nëse na humbet edhe kjo, atëherë kjo është fatkeqësia, që ne po përpiqemi ta mbajmë fort, ne pasardhësit, po përpiqemi ta mbajmë fort. Ta mbajmë fort që mos humbasi, sepse gjithë bota e vlerëson, i përkulet me nder dhe respekt gjakut të heronjve të dëshmorëve të popullit, të atyre që luftuan në lulen e rinisë për një ideal të lartë. Pavarësisht si rodhën ngjarjet, ato hynë në luftë për të dhënë gjakun e tyre për lirinë, për shlirimin e dheut, për mos e parë vendin e tyre në zgjedhje robëri. Ndoshta do duhej që edhe organizatat e veteranëve të lançit, të cilat janë ekzistuese në vende të ndryshme, të kenë edhe mbështetje më shumë nga institucionet, që të kenë mundësi të promovojnë aktivitetet, e sa më shumë aktivitete gjatë një viti kalendarik, në të njëjtën kohë do të cilë të vëmendjen edhe shumë ngjarjeve tjera. Neve kemi mbështetje nga Ministria e Mbrojtjes shqiptare, dhe pikërisht është ka qenë kujdesi i Ministrit të Mbrojtjes që neve sot jemi këtu, sepse ai nga Ministria na vuri në dispozicion, shefi i shtabit përgjithshëm na vuri në dispozicion makinën që neve mundëm të organizojmë dhe të vim, se ne të gjithë jemi pensionist, dhe kush më shumë, kush më pak, ne nuk i kemi kushtet dhe mundësitë që të shëtisim sa herë që duam ne të bëjmë aktivitete të cilat i shërbejnë thash historisë të kombit tonë. Por ai u tregua me njëri gatshëm, me njëri na vuri makinën, shoferin në dispozicion, edhe na ndihmon. Në disa raste, këtu është përkraja e shtetit që ne ndjejmë, sepse ai ka vënë një kuotë e cila përdoret për këto aktivitete. Ne pretendojmë më shumë, por ama e ndjejmë dorën, në këtë rast e ndjejmë dorën e ngrohtë të shtetit. Po, drejt nesh. Zoti Hoxha, ju mori kohë ky aktivitet, po ja që shkoi suksesshëm fatmirësisht, dhe tash ju presin detyra dhe angazhime tjera, si gjithmonë në vazhdën e aktiviteteve. Çfarë do të kemi tutje? Normalisht që pas do aktiviteti nëse arrihet rezultate, atëherë mundi harrohet. Natyrisht. Unë mendoj që sot ja arritëm, edhe duhet të theksoj, me që ta shfryzoj edhe prezencën e zonjës Parlaku, që organizatat tona kanë një memorandim në shkruar të vllazërimit. Do thotë ne kauz jemi përpara të gjitha organizatave tjera në kauzën e bashkimit ndëretnik edhe kombëtar. Ne kemi bërë bashkimin.
Shumë e bukur kjo. Dhe kemi bërë bashkimin. Edhe se çdo aktivitet është i pashmangshëm për të dy palët, si në Tiranë si këtu. Normalisht vërtetësitë janë, është mosha, janë baza materiale që kërkon dorën e shtetit. Fatbarësisht në Shqipëri ka një vëmendje pak më të shtuar, në Kosovë qalojmë, shpresojmë që do të arrijmë mirëkuptim që Pse qalojmë në Kosovë? po lufta për pushtet nganjëherë të bjen pozitën që të harrosh disa vlera kombëtare, disa vlera për cilat foli zona Tatjana për mos mu përsërit. Nuk guxojmë të harrojmë gjakun e tërve që kanë pa marrë parasysh cilën periudhë janë. Sepse çdo histori ka një arsye, çdo histori ka një fakt. Na nuk Ndryshe s'do pretendojmë të quhej histori. Na s'do nuk të quhej pretendojmë epokë. normalisht që UÇK-ja ka vendin e vet, është më aktuale. Ata e japën më shtrejtin jetën e tyre, por mos të harrojmë se edhe babagjyshët e tyre, baballarët e tyre, njëjtën gjë e kanë fillu. Prandaj e njëjta gjë ka vepruar, prandaj të dyja të shkojnë paralel. Prandaj nuk pretendojmë që të ndahet lufta, lufta nuk ndahet. Prandaj shteti duhet, shteti konsoliduar ka bamendje, ka histori, pra sy se po nuk u kultivua historia, nuk ju mësua gjenerat të reja, do të na përsëritet. Unë aty kam frikën, prandaj edhe me qenin tim, edhe me gjithë kolegët, edhe ata antarë që janë aty, dhe janë disa të moshuar, që i kursejmë, pa ata që kanë pak energji ma tepër, thrasim edhe bojmë apel edhe të tjerët që janë familjeve dhe që kanë simpati për atë që të në bashkohen, që vërtet të edukojmë gjeneratët e reja në frymën e patriotizmit dhe dashurisë. Kjo është kauza e kësaj shoqate. Ne jemi organizatë jo-qytetare, jo profitabile, nuk luftojmë për pushtet, luftojmë për kultivimin e traditave të shejta të luftës nacionale shqiptare. Kjo është kauza. Faleminderit. Si do ta përmbyllnit me një fjali për gjeneratat e reja, të cilët duhet të mësojnë se kontributi i atyre që i takojnë luftës antifashiste është një pjesë e rëndësishme ose një fragment i rëndësishëm në shtektimin e shtetit shqiptar përgjithsisht. Unë do t'ju thoja brezave të rinj të kthejnë syt nga jeta sot në Evropë dhe në botë. Jetojmë një situatë të trazuar luftrash. Dhe kjo situatë nuk na jep luksin të harojmë të kaluarën e vendit tonë. Luftën heroike që na solli lirinë, atë detarin patriotizmit që i mbajti të bashkuar shqiptarët që ekzistojnë dhe sot në këto troje. Prandaj këtë ata duhet ta kenë mirë në vëmendje, duhet ta kenë shumë në momentet që botën e kërcënon një tragjedi që po ndodh shumë afër nesh në mes të Evropës dhe që mund të trokasi edhe në derë, nëse urojmë, kur, po që duhet të jemi të përgatitur. Edhe brezat e rinj duhet ta shikojnë në sy realitetin. Nuk duhet të pretendojnë aq sa ata dëshirojnë, pa menduar se çfarë ndodh rrotull nesh. Faleminderit. Ju Hoxha, si do ta përmbyllnit për gjeneratat? Do të përmbledhim me Sepse unë jam shumë e bindur që kemi plot të rinj të cilët studiojnë në departamente të ndryshme, por jo të gjithë e kanë dëshirën për ta kuptuar se kush ishte kjo luftë. E është detyre jona edhe gjeneratave tjera dhe veteranëve që t'ju tregojmë se dikush shumë vite më herët pati një kontribut të rëndësishëm të popullit shqiptar. Unë kam një shpresë, sidomos nga Gjakova, ka të rinj që studiojnë historinë. Keni doktor profesor Alban Debrunan, i cili e punon në Institutin Historisë, i cili vërtet është një djalosh shumë i vyshëm. Dhe si punimet vazhdueshme për... Edhe rrjedh nga një familje me tradita patriotike, por se Albani janë të tjerët, nuk duhet t'i nënvlerësoj edhe të tjerët, që vërtet ata që futen në studimin thelbësor të ngjarjeve, ata e kuptojnë, ata na ndihmojnë. Për arsye se vetëm argumentet e vërteta asaj çfarë ka ndodhur e ndihmojnë aktivitetin tonë. Unë mendoj që me angazhimin aq sa kemi fuqi dhe mundësi, duhet ta kultivojmë këtë traditë, duhet bëjmë aktivitete edhe më tej, po ja që
fatkeqësisht në logjistik na mungon pak elementi njerëzor, se janë njerëz të moshuar, nuk e kanë mo atë energjinë që kanë pas përpara kur kanë qenë tri. Unë jam një prej atyre matrive, mundohem, por edhe unë nuk jam për t'i ri, por besoj se në Gjakov ekziston një shtresë njerëzve që kanë respekt, kanë simpati edhe janë të gatshëm që të na ndihmojnë. Duke llogaritur në këtë pozicion, unë mendoj se do t'i arrijmë gjithë ato synimet që ne i kemi në programin ton, edhe besoj se Gjakova do t'ja dalë. Edhe kështu të çmohet si një trevë adedarse, patriotike, atë e përmendi, mos ta përsërisim zonja Tatjana, edhe pse është nuse Gjakovës, po sidoqoftë jeton në Tiranë, fatbarësisht kemi një aktivitet përbashkët, një afërsi, edhe me nënshkrim binja gëzimit edhe krejt e tjera, ne do të mundohem tej në momentin e fundit, tej në qelizën e fundit, ta japim aktivitetin tonë për arsye se jemi bërgjli gjithë atyre që kanë dhënë jetën për këtë liri që sot e gëzojmë. Sa të përmbushin lajmet e mira për Gjakovën e sa të dobësojnë ose të rishtojnë ato jo të mira? Më përmbushin shumë. I ndjek me shumë vëmendje dhe ndihem krenare për arritjet e Gjakovës. Sa herë që vi e gjej ndryshe Gjakovën. E gjej më të bukur, më të lullëzuar, më të gjallë, dhe më duket që dhe jeti sa njerëzve bëhet çdo ditë më e mirë. Shpresoj që të jetë kështu siç e shikoj unë. Faleminderit. Diçka për fund, keni të shtoni? Unë i kisha thonë edhe disa fjalë. Me që rrjedhin nga një familje me tradita patriotike, kom dëshirë edhe t'i pajtoha, t'i bashkangjitë mendimit vllavut tim, që sa më shpejta ta bëjmë bashkimin e kombit shqiptar. Të jemi një Shqipëri e madhe. Veç e pas kemi nisur. Faleminderit shumë. Zonja Tatjana, faleminderit shumë që ndat kohën përkundër këtyre obligimeve të shumta që kishit. Uroj që dhe brenda organizatës të keni sa më shumë aktivitete dhe të promovojmë sa më shumë të vërtetat dhe argumentet e asaj periudhe të lavdishme kombëtare. Shumë faleminderit. Zoti Hoxha, faleminderit edhe juve për kontributin. Faleminderit edhe juve, kënaqësia ishte përbashkët. Urojmë suksese më tej me televizionit juaj. Faleminderit zonja Nazmia. Faleminderit edhe juve zonja Eldita. Po ftesën që na bët. Jeni të mirë se ardhur të hapur në studion tonë gjithsesi. Kemi përmbyllur këtu edhe këtë takim të sotëm. Faleminderit që na ndoqët, të vazhdoni të jeni me programet tona dhe të na përcjellni edhe në rrjetet sociale. Mirëmbëjtje, vikend të mbar.